infertiliteti duhet mbetet ose dëshira për të pasur një fëmijë e cila nuk vjen, duhet mbetet indikacioni kryesor për të drejtuar tek teknikat e riprodhimit të asistuar. Kemi një rritje të infertilitetit si në drejtimin e atit femëror dhe atit mashkullor. Biles studimet e fundit na japin të dhëna shqetësuese për ritmin me të cilët po rritet infertiliteti mashkullor. Në 40 vitet e fundit kemi një përgjysmim të numrit të cilësisë së spermatozoideve, sidomos në Evropën perëndimore, pra në vendet e zhvilluara, në Amerikën e Veriut, dhe janë përgjysmuar vlerat. Çdo vit shpjegohet kjo doktor. Çfarë faktorë? Do vite aty, çdo vit kemi një rënje e cila është konstante për 1.4%. Është një studim i famshëm i para 2 viteve nga Izraeli, i cili është shumë studim i mirë dhe ka vënë paka shumë alarmin. Ne për momentin shkenca ende nuk është në gjendje të caktoj cili është shkaku. Okej, lidhet me modernizmin, kjo është e qartë, mbase çdo aspekti i jetës sonë është në kontakt me rezatimin, me ndotjen, me substancat kimike të cilat ne pretendojmë se mundojmë të ruajmë të zgjedhim ushqim bio, po a ka vërtet ushqim bio, sepse ti s'mund ta ndalosh, ti mund ta arritësh vet bio, po prap në ajër asgjë s'është e sigurt. Kemi një ndotje plastike e cila është gjithnjë më galopante dhe të gjitha këto produkte të degradimit futen në këtë zinxhirin ushqimor. Rritje e infertilitetit mashkullor shkon paralel edhe me rritjen e numrit të kancerit testikular dhe presupozohet që është një ndikim konstant në vite i cili fillon që kur fetusi mashkull është në barkun e nënës. Dhe të gjitha këto ka një pasojë tek spermatogjeneza dhe rënja është goxha shqetësuese dhe për momentin akoma më shqetësues është fakti se kudo në botë neve nuk kemi trajtimin e dur për infertilitetin mashkullor. Për momentin infertiliteti mashkullor trajtohet duke trajtuar femrën, pra dikë tjetër. Imagjino, ty të zë apandiciti, ti do operosh, ty të zë kolecista, shizetante ti do operosh. Qose ti ke bajamet, ti do marrësh shmëkim. Ndërkohë që tani për infertilitetin mashkullor ne trajtojmë femrën, sepse subjekti i fekundimit in vitro është femra. Ndërkohë kemi dhe rritje. Po problemi është tjetër kundër, pra, se kjo do të ndodhte më natyrisht. Ne të njëjtën masë kemi dhe rritje të infertilitetit femëror. Ne tani femra kërkon më tepër pavarësi, është gjithnjë më shumë e emancipuar, kërkon më tepër karrierën, kërkon më tepër studimet, gjitha këto marrin kohë. Gjitha këto ndryshime sociale bëjnë që nuk shkojnë paralel me orën biologjike. Ora biologjike është konstante e pandryshuar. Pra kanë kohën e vet. Sigurisht, në momentin që një femër mund të na vendos se universiteti dhe mosha e lindjes, po themi,